Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka dalë i mbrojtur nga votbesimi që u zhvillua të shtunën në kuvendin e partisë. Profesori Enver Bytyçi e kritikon dorëheqjen e Lumir Abdixhiku duke thënë se ishte një lojë politike për të rikonfirmuar veten në krye të LDK-s, duke manipuluar delegatët dhe duke tallur antarësinë, dhe ai e lidh këtë me servilizmin e tij ndaj liderëve rajonal si Edi Rama. Lumir Abdixhiku dha dorëheqje për të votbesuar në kuvendin e LDK-s, në fakt për të rikonfirmuar sepse nuk ndodh që kryetari në detyrë, i cili ka zgjedhur vetë delegatët, të mos votohet prej tyre, pra ishte thjesht një lojë tipit Soros, një intrig dhe një tallje me antarësinë e Lidhjes Demokratike, siç din të tallen sorosistët. Shihni përparimin e Lumirin se si servilosën krye sorosistit të Ballkanit me emrin Edi Rama dhe do ta kuptoni se sa mashtrues janë ata, thot ai. Sipas tij, kuvendi i LDK-s është vetëm fillimi i përplasjes mes rrugovistëve dhe mbështetësve të Ramës, duke kritikuar liderët aktual si të dobët dhe të manipulueshëm, por beson se rrugovistët do ta mbrojnë filozofinë nacionale të Ibrahim Rrugovës në LDK. Kuvendi së shtunës i LDK-s ishte thjesht preludi i një stuje në këtë parti, nuk pajtohen rrugovistët me ramistët e Prishtinës dhe të Tiranës. Po të ishte Rrugova, do t'i detyronte këta mashtrues të iknin nga dritarja, siç ka ndodhur me të tjerë, të cilëve nuk u ka thënë asnjë fjalë, por thjesht me eshtjen e tij i ka detyruar të ikin në përfryngjë. Megjithatë LDK-ja nuk ka më Rrugov, prandaj luajnë si qingjat në livadë, këta djemtë e Sorosit në Lidhjen Demokratike të Kosovës, por LDK-ja ka rrugovist, të cilët të marrin gjak në vetull dhe nuk lejojnë përçudnimin e filozofisë nacionale të Ibrahim Rrugovës, përfundon Enver Bytyçi analizën e tij.